Ndjekësit më pyesin pse vesh këmisha të zeza, dhe arsyeja është e thjeshtë, në mënyrë që të dalin titrat e bardhë që të lexon më mirë në TikTok dhe në YouTube. Nga që nuk kam kompjuter, jam shumë i varfër dhe përdor një telefon të vjetër, iPhone 13. Me këto mjete primitive, unë po ju sjell poezinë e të gjitha zbulimeve të mia. Dhe zbulimet e mia janë shumë të thjeshta. Në bibliotekën kombëtare, unë zbuloj revistën Iliria dhe pastaj rigjej në internet edhe një herë, e fotografoj, e skanoj, e kthej në formë digjitale, blej një program në Apple Store, në këtë program vendos titrat që i shikoni këtu. Pra është një punë shumë e munditshme, ka zgjatur me vite të tëra. Këtu është një film i vogël që zgjat 2 minuta, ku thuhet janë gjetur dëshkrimet e Hasan Cekës, babai i Neritan Cekës, ku ai thekson se hylliroi ishin grekët e veriut. Këtë thot Neritan Ceka dhe babai i tij, por në frëngjisht. Në çdo intervistë që ka dhënë dhe në çdo libër që ka botuar, Neritan Ceka ka gënjur shqiptarët se hylliroi ishin stërgjyshrit e popullit baritor që quheshin shqiptar në shekullin e 17. Në revistën Iliria, varianti frëngjisht, shkruhet e plot e zezë mbi të bardhë nga Hasan Ceka, babai i Neritan Cekës, që jo vetëm hyllëroi ishin grek, por botohet lista e gjykatësve grek në monedat greke ilire që quheshin drahmi, një lloj si në greqisht. Kështu quheshin, sepse ilirët ishin grek, quheshin hylliroi. Këtu ndoj sjell listën e thesarit që është gjetur në Durrës, në Apolloni dhe në Lissos, lezha e sotme. Merrni me mend, emrat e qyteteve greke nuk e kanë ndryshuar emrin deri në këtë moment, kur unë nisa këtë lëvizje nacionaliste në YouTube dhe TikTok, ku ju duhet bashkoheni për të ndryshuar emrat grek të qyteteve shqiptare. Pra Durrësi ka emrin Dyrachion në ilirisht, është emër asnjanës. Lezha ka emrin Lissos në ilirisht, dialekti i Kretës, grek, do thot gur i lëmuar, dhe Apollonia e ka emrin qyteti i Apollos, perëndi greke. Akoma ne mbajmë emrat grek të qyteteve, pra për 2800 vjet, popullsia vendase indigjene nuk e ka marrë guximin të ndryshoj emrat grek, sepse nuk e di që janë grek. Ju nuk e dini. Me dhimbje të thellë po e thënë që janë grek ilirët, dhe në monedat e tyre shtypeshin emrat e gjykatësve. Duhet kemi parasysh që qytet-shtetet greke ilire, pra grekët e veriut, këto ishin qytete demokratike dhe zgjidhnin kryetarin e qytetit, siç e quajmë ne sot bashkiakun e qytetit, një herë në vit. Dhe zgjidhe vetëm një herë në mënyrë demokratike me vota. Kjo është demokracia greke në Shqipëri, jo jona. Ilirët ishin grek. Këta në emrat e gjykatësve në greqisht, tani Hasan Ceka në frëngjisht thot që këta janë emra grek, por në intervista për televizionin shqiptar thot që janë të stërgjyshëve tanë, ilir. Pra fjala ilir nuk vjen nga fjala ilir, që vjen nga latinishtja libera ilir, liber, ilir, që është dhe në italisht dhe në frëngjisht fjala jonë ilir. Jo, fjala hyllëroi do thot sysh trembër në greqisht, përdorej për sytë e gjarprit, petashuq me sytë të shtrembër, është emër grek për hylliroi, bijtë e dragojt. Edhe tani, unë po ju tregoj këta emra grek dhe ju më shkruani poshtë filmit çfarë kuptimi kanë këta emra në greqisht. Neritan Ceka thot që këta janë emra shqiptar. Unë them që janë grek, jo sepse janë shkruar me shkronja greke. Fatmirësisht, unë i kam kthyer nga shkronja greke në shkronja latine, si në Shqip. Pra, ju më thoni çfarë kuptimi do kishin këto në Shqip, këta emra, ndërsa
ata që din greqisht, minoritarët, të cilët janë themeluesit e revistës Hylyria, ata kanë ndihmuar Hasan Cekën dhe Neritan Cekën që t'i përkthej këta nga greqishtja në shqip, dhe Neritan Ceka thotë që këto janë emra shqiptar. Ai ka thënë në intervistat e fundit vërtet që tekstet janë greke, por emrat janë shqiptar. Ta shikojmë se sa shqiptar janë emrat greko-ilir. Pra kemi thesarin e Durrësit dhe quhet me shkurtime Psi Herakleida. Tash i kemi drahmat ose monedat greke ilire në Apolloni. Kemi emrin Baton Sosikrateos. Baton që përdoret nga Baton Haxhiu, gazetar i famshëm, nuk është emër shqiptar, por është emër grek. Do thot ai që kalon pragun. Një emër tjetër gjykatësi në moneda, Da Kerkinou. Më shkruani poshtë filmit që kuptim ka. Në shqip jo, por në greqisht. Një tjetër gjykatës, Da Markos Andrionos. Nga Andrios do thot burr në greqisht. Tani nuk do t'i shpjegoj, të tjerat shpjegojni ju poshtë filmit. Kemi një emër tjetër gjykatësi, Damarhou Zoilou. Po e lexoj siç shkruhet. Në greqishtën e sotme lexohet komplet ndryshe, por rëndësi ka që forma latine, kështu shkruaj, kështu shqiptoj në greqishtën e lashtë ilire. Pastaj kemi një gjykatës tjetër, Damarhou Kerkinou. Një gjykatës tjetër, Damarhou Pampeirou. Gjykatës tjetër, Donax Moskou. Tjetër gjykatës, Donax Portinou. Një tjetër gjykatës, Eume Aristachou. Ndryshe lexohet në greqisht, por po them se si ishte në ilirisht. Tjetër gjykatës, Eume Moskonos. Tjetër gjykatës, Zofyros Moskonos. Tjetër gjykatës, Hera Nikaia. Hera Nikia dhe Hera Nikaia do thot Hera fituese, gruaja e Zeusit. Komplet greqisht. Tjetër emër, Hieron Pipanthou. Pra, si që shikoni, ka nga njëherë emra kaq të çuditshëm, sa që vetë grekët nuk e din çfarë janë, por janë në greqisht, emrat i lirë. Emër tjetër, Kosmos Kalisthenes. Tani, kosmos është në greqisht. Bota, kosmosi, njerëzimi. Një emër tjetër, Nikasion Filonida. Tash i shqiptohet ndryshe në greqisht, pra vjen nga emri Nikasion do thot si fitoria. Janë emra grek. Një tjetër emër gjykatësi, Parmen Arhibiou. Tani çfarë ndodh? Këta në emra të shkurtuar dhe Neritan Cekës i duken si në shqip. Nga që nuk kishte vend në monedh, nuk shkruhet i plot emri Parmenos, por shkruhet Parmen me shkurtime. Po kjo nuk e bën emër shqiptar. Pra, një emër tjetër, Stefanos Thersia. Janë emra të shkurtuar. So Nausilihiou. Janë emra të shkurtuar se s'kishte vend në monedh. Një emër tjetër, Zosos Theodorou. Fjalë për fjalë, dhurata e Zotit, ndërsa Zosos vjen nga fjala jetë. Janë të gjitha emra grek, por ju lutem, poshtë listës vini për kthimin tuaj. Një tjetër emër, Sosos Kleomanchiou. Këta janë emra kaq të çuditshëm që edhe vetë grekët nganjëherë nuk i kuptojnë se çfarë janë, por janë emra grek. Një tjetër emër grek i lirë, Sosos Lysanoros. Një emër tjetër grek i lirë, Sosos Thionida. Emër tjetër grek i lirë, Sosos
psilionos, ju lutem përkthejini. Ky emër është shumë i rëndësishëm, Soti, duket si fjala sot, por vjen nga shkurtimi i emrit Sotion, është emër asnjanës. Është i shkurtuar se s'kishte vend në monedhë. Emri plot është Soti Parmeniskou. Dhe jam i bindur që shqiptarët do shkruajnë poshtë që vjen nga fjala sot e shqipes, nuk ka lidhje me fjalën sot të shqipes. Emri ishte Sotion. Është emër grek. Shumë turp. Tani këto janë të gjitha emrat të shkurtuar. Kemi emrin Fi Psilou. Filos është shkurtuar në Fi. Më thoni cilat janë shkurtimet e tjera. Filos do thot mik në greqisht. Shumë keq. Emrat pra i lirë nuk janë emra shqiptar, por janë emra të shkurtuar grek sepse s'kishte vend në monedhë. Neritan Cekës i duken si shqiptar, dhe kështu ai i gënjen shqiptarët. Kemi emrin një gjykatësi tjetër, Filotas Avronos. Kemi emrin e një gjykatësi tjetër, Filotas Hieronos. Emri një gjykatësi tjetër, Filotas Menalopou. Tani ju lutem, unë shqiptoj ashtu siç është në gjermat latine, por ju që jeni grek, ju lutem shkruani kuptimin e këtyre fjalëve në greqisht. Pra asnjë emër nuk është shqiptar. Emri një gjykatësi tjetër grek i lirë është Filotas Sosou. Do të kemi parasysh që emri i dytë është emri i babait, nuk është mbiemër. Gjykatësit ishin njerëz të nderuar dhe kur zgjidheshin, përmendej emri i gjykatësit dhe emri i babait që ishte aristokrat. Emri i një aristokrati tjetër grek i lirë është Filotas Sosostratu. Tani kemi në Lisos monedhat të tjera, janë që të gjitha emra grek, s'ka asnjë emër shqiptar. Kemi emrin e gjykatësit Amfias Themistokles. O Zot. Kemi prap emrin i lirë Baton, Aishina. Pra Baton nuk është emër shqiptar. Kemi një tjetër gjykatës i lirë grek, Damarchos Andrionos, siç e tham dhe më sipër, Andrios do thot burr. Andrionos do thot si burri. Kemi emrin e një gjykatësi tjetër grek i lirë, Damarcho Kerkinou. Një emër i një gjykatësi tjetër i lirë, Dehistratos Filokrateos. Është shumë e vështirë të shqiptosh sepse janë të gjitha emra grek. Emri i një gjykatësi tjetër i lirë grek, Donax Moskou. Emri i një gjykatësi tjetër grek i lirë, Zoilos Popodamu. E të mërshme. Emri i një gjykatësi tjetër i lirë, Zoilos Apellikou. Emri i një gjykatësi tjetër i lirë, Zofyros Moschonos. Pastaj kemi shkurtime emrash, sepse është e pamundur që ata t'i shkruanin të plota. Dhe nuk janë emra shqiptar një rokësh, janë emra grek të shkurtuar se s'kishte vend në monedhë. Emri është Kle Lyxonos. Kemi një tjetër gjykatës, Niken Autorvolou. Kemi një tjetër gjykatës, Si Lyxonos. Tashti, shqiptarët kujtojnë se janë emra një rokësh, janë emra të pastër grek. Tjetër emri një gjykatësi grek i lirë, Stefanos Thersia, ishte edhe më herët, siç e pat një monedhë tjetër në Apolloni. Emri i një gjykatësi tjetër, Sosilohos Timoxenu. Emri një gjykatësi tjetër i lirë, Sosos Theodorou, dhurata e Zotit.
Emri i një gjykatësi tjetër grek i lirë, Sosos Theonida. Emri i një gjykatësi tjetër greko i lirë, Psylonios Philostion. Pra, në qoftë se mbani mend, në monedhën e Durrësit ishte vetëm një rokje, psi. Atëherë, gjatë xhirimit të filmit, mësuam nga një monedhë tjetër që është shkurtimi i emrit Psylonios. Dhe këtë se ka ditur asnjëri, as francezët, as italianët, as amerikanët, u zbuluar gjatë xhirimit të filmit. Pra emri Psy Herakleida, fama e herës, emri plot është Psylonios, dhe në rritant se ka kujtonte që është emër një rokë shqiptar, është emër i shkurtuar se s'kishte vend në monedhë, siç e pam. Pra, është një tmerr i vërtet, një tmerr i papar në historinë e gjuhësisë që gjatë xhirimit të filmit po zbulohen emrat i lirë grek. Një tjetër emër grek i lirë në monedhë, Filistion, Aristarchou, tmerr. Një tjetër emër grek i lirë, Filistionos. Një tjetër emër grek i lirë, Filotas Hieronos, në monedha. Një emër tjetër grek i lirë, Filotas Neonos. Neo do thot i ri në greqisht. Do thot Filotasi i ri. Tani, e shikoni, kjo është arsye që vesh këmisha të zeza. Njerëzit kujtoni se unë isha në zi. Është e vërtet, jam në zi nga viti 2004 deri tani. Në vitin 2004 unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane falas në internet, sepse Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e donte fjalorin, ja dhash falas dhe unë e nxora falas. Ky fjalor është botuar gjithashtu në Moskë, pra jam shumë i famshëm. Emri im ka hyrë në Wikipedia dhe pra unë kam mbetur i pavdekshëm, praktikisht. I kam bërë një derë të madh shqiptarës dhe kam nxjerrë gjuhën shqipe, gjuhë indo-europiane, dhe mua gjatë leximit të fjalorit të gjuhëve indo-europiane më dilin këta emra të lirë, disa prej tyre si emra grek. Kur unë shpreha këtë shqetësim, më jam sulmuar shumë, jo nga shqiptar, por nga autorët huaj, nuk e dinin. I vetmi njeri që ka ditur këtë gjë mirë ka qenë Hasan Ceka, siç e shikoni. Ai kështu thot, janë grek. Këta janë botuar në revistën Iliria, që ka qenë revistë e regjimit komunist, e shpërndarë në disa kopje, e shtypur me shkronja plumbi, një cilësi shumë e dobët dhe është çuar në Francë. Pra bota s'ka ditur gjë fare. As bota huaj, as bota shqiptarët, vetëm që kanë ditur këtë gjë, që ilirët ishin grek, kanë qenë autorët e revistës Iliria, që ishte ndërmjet tyre dhe Neritan Ceka, edhe babai i tij, Hasan Ceka, edhe minoritarët, dhe një nga këta gjigant është Dhimosten Budina. Ai e ka ditur që ilirët ishin grek. Nuk ishte guxim ta thoshte, por mbas hapjes së kufive ai është arratisur në Moskë. Kishte frikë. Në fakt ai u bë heroi i popullit nga qeveria shqiptare. Tani agjenturat greke kanë sponsorizuar turbo albanët për të diskredituar gjuhën shqipe. Pra është bërë fakt botëror në vitin 1971 me gazetën dhe revistën Iliria që ilirët ishin grek. Shqiptarëve ju thuhet që janë pararësit tuaj, stërgjyshërit tuaj. Dhe tani më thoni mua, këtë akt që kam bërë unë është akt heroizmi, sepse kjo më ka shtyrë në konflikt me miqtë e mi, të njohurit e mi, familjen, me të gjithë. Unë jam i braktisur praktikisht. Pra kam bërë një sakrificë shumë të madhe. Ju kam thënë shqiptarëve të vërtetën dhe në vend që unë të lavdrohem, praktikisht jam hedhur në turën e druve. Më është bërë inkuzicion nga njerëz të dashur që janë të mërruar, sepse Neritan Ceka vazhdon të insistoj që këto janë emra shqiptar, tekstet janë greke, thot ai, por emrat janë shqiptar. Sepse ai ose nuk e di, ose bën sikur nuk e di, që këta emra të shkurtuar nuk ishte vend në monedhë dhe shkruheshin me një rokje, vetëm rokja e parë e emrit.
Tani e kuptuat çfarë janë emrat njërokësh grek. Janë shkurtime, se emri gjatë ishte e pamundur të vendosej në monedhë. Zakonisht kishte dy emra, emri i djalit dhe emri i babait të tij që ishte aristokrat. Është shumë e rëndë, ilirët flisin greqisht, ishin grekët e veriut, dhe rezulton që ilirët kanë pushtuar Kroacinë, kanë pushtuar Malin e Zi, ilirët kanë pushtuar Hungarinë, ilirët kanë pushtuar një pjesë të Serbisë së sotme dhe ilirët kanë pushtuar Bosnjën dhe të gjithë Shqipërinë dhe Dardaninë. Të gjitha territoret e ndodhura nga indigjenët shqiptar kanë qenë të pushtuar nga helenët ilirë. Pra ilirët ishin hylliroj, ishin grek. Do ju sjell lista të tjera të lemeritshme, por ju lutem më shkruani poshtë filmit çfarë kuptimesh kanë në greqishten e sotme këta emra të bukur ilir. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.